brendshme, e cila u bë, po gjatë rrugës, duke qenë një vend i vogël, edhe këtu filloi të deformojë dhe ligji i vettingut, duke i lënë disa që të militojnë të vazhdojnë akoma në sistemin e drejtësisë. Por ajo që unë e citova dhe pak më lart, që kishte të bënte me këta gjyqtarë dhe prokuror, të cilët u hoqën nga vettingu. U hoqën me një motivacion, që këta janë të padenj për të kryer detyrën në fushat përkatëse si prokuror dhe gjyqtar. Atëherë këta kur janë të padenj për të kryer detyrën e tyre si prokuror dhe gjyqtar, përse ti i fut në sistemin e drejtësisë në fushën e avokatisë? E para, e dyta, media i thërret këta sikur këta janë ekspertët e vetëm në fushën e drejtësisë. Gjyqtar dhe prokuror të cilët i ka hequr vettingu, media i promovon më shumë se çdo gjë tjetër. Atëherë, të dyja këto, po ti shohësh të një pasqyrë, thyet pasqyra, sepse nuk mund të ri ligji i vettingut dhe media e cila e promovon një që e ka hequr vettingun. Është njësoj si një hajdut, më fal për zhargonin që po përdor, së bashku me një të ndershëm. Hajdutin e promovon dhe e vë në krye dhe e pyet për gjithçka, ndërsa këtë të ndershmin, inxhinierin e ndershëm nuk e pyet dot, sepse nuk do ti ta pyesësh. Dhe nuk e promovon asnjëherë të njeriu e ndershëm. Kjo është politika që po ndihjet sot dhe në mediat shqiptare dhe lë mjaft për të dëshiruar dhe kjo pjesë. Duke e parë pasaj në tërësi, kuptohet që janë mjaft krenar ata që kanë dalë nga ligji i vettingut, sepse e kanë gjetur shtratin e ngrohtë përsëri ke fusha e avokatisë për të kryer detyrat e tyre dhe për të justifikuar kapitalet e tyre. Pra, si përfundim, ligji i vettingut nuk i goditi në themel të gjithë sistemin e drejtësisë, po e la të cunguar në mes, duke lënë në mes nuk hoqi plagës, nuk ja hoqi të gjithë pjesën e kalbur të saj, po një pjesë ja hoqi dhe një pjesë e la. Ajo pjesë që ngeli e gangrenizuar brenda, ka filluar të gangrenizojë të gjithë trupin e shëndosh të njeriut. Avokat, po për akuzat e qeverisë të opozitës, sa kanë ndikuar ose mund ndikojnë në nxitjen e veprimet atilla, por e qoftë edhe në minimin e sistemit të drejtësisë? Atëherë, siç e thash, politika në një krah e shan dhe në një krah e lavdron sistemin e drejtësisë. Të njëjtën gjë bëri dhe kryetari i opozitës, jo më larg se sa dje në mëngjes, e shau dhe nuk lë gjë pa thënë qo për prokurorinë speciale dhe qo për gjykatën speciale, dhe në orën 11 në 12 që ndodhi ngjarja pasaj, i përbetoi sikur ishte ëngjëlli i sistemit të drejtësisë dhe ndonte sistemin e drejtësisë, duke folur me superlativa. Këto dy pamje ose këto dy qëndrime ekstreme të një politikani të nivelit mjaft të lartë lën mjaft dyshime pasaj, sepse tregojnë mjaft mirë që këta politikanë nuk e duan drejtësinë. Nuk e duan dhe nuk investojnë për sistemin e drejtësisë. Nuk investojnë sepse këta nuk bëjnë reformë radikale dhe të mirë firmë në sistemin e drejtësisë. Këta nuk bëjnë reformë vertikale dhe horizontale, por këta bëjnë një reformë sa për të thënë, ose kush vjen në drejtim, do të heqë, do të ndryshojë një pjesë sa do të vogël të kupolës së sistemit të drejtësisë dhe pjesa tjetër që është poshtë është tërësisht e paaft dhe mbetet ashtu siç është në gjumë dhe nuk arrin dot që të eci përpara për të ndjekur shtetet perëndimore në nivelin dhe në ngritjen profesionale të sistemit të drejtësisë. Kështu që politika nuk e do të pamvarur të pjesë të sistemit të drejtësisë. Avokat, po fakti që jemi para ndryshimeve të kodit penal në këtë rast, çfarë mund të bëhet, duke marrë spunto nga kjo ngjarje? Atëherë, kodi penal, ashtu siç është përgatitur, është një kod që edhe ai ka problematikën e vet dhe ka paaftësitë e veta brenda,
është një kod i bërë me vrap, kur i thonë, jo në pas të analizës së thellë dhe dimensionale të ngjarjeve që ka Shqipëria, të problematikave që ka Shqipëria, të karakterit, formës, edukimit dhe të përbajtjes që ka populli shqiptar. Sepse çdo shtet ka karakteristikat e veta dhe në pas të karakteristikave të veta ndërtojnë dhe ligjet. Pa jo copy paste. Gjë e tillë është edhe kodi penal dhe kodi i procedurës penale, i cili nuk mund të fusi në burg pse s'ke paguar gjobën e makinës se të futesh në burg. Është tepër qesharake kjo. I kemi mbushur burgjet dhe po këtu pavësia vjen gjithmonë nga politika, do të thosha, sepse politika nuk di të bëj ekonomi, të bëj dhe drejtësi. Nëse në politikë do të kemi njerëz të aftë dhe profesional, të cilët e duan dhe sistemin e demokracisë që të zhvillohet, të eci përpara, do zhvillohet duke i zhvilluar të gjitha rrugët që ka ajo. Qoftë sistemi drejtësisë, qoftë sistemi ekonomik. Kjo thotë, nuk është i qëllimi kryesor i shtetit nuk është për t'i futur të gjithë në burg, për t'i bërë të gjithë me palë. Por, për ata që janë shkelsa, mund të ka dhe penalitete ekonomike dhe financiare, mbi të cilat ata dëmtohen dhe e mbajnë më të mirë pasaj se çdo të thotë të shkelësh ligjin, dhe jo më t'ja ngarkosh shtetit pasaj këtë shkelës ligji që ta mbaj me bukë, me ushqim dhe me veshmëdhi me gjithë atje brenda në burg. Avokate, diçka të fundit kam, me gjitha analiza që ju bët, keni shpresë që diçka mund ndryshoj? Gjithmonë shpresa vdes e fundit, dhe sigurisht që unë kam shpresë se do ndryshoj diçka, por duke e parë në një kënd pak kritik, them se shumë pak do të ndryshoj, jo atje ku duam neve të ndryshoj, sepse niveli i politikanëve tonë nuk është një nivel demokratik dhe me një kulturë perëndimore, por është një niveli mesatar dhe këta politikanë që kemi ne nuk arrin dot që të bëjnë ligje të konkurojnë në botën perëndimore. Kështu që ne do mbetemi gjithmonë një vend që do të atreqi bota perëndimore vazhdimisht derisa në krye të vëmë njerëz me kulturë dhe me zhvillim perëndimor. Avokat, të falenderoj shumë për bisedën edhe për gjitha ato që ju thatë në këta analizë të gjerë dhe gjatë për këto probleme të sistemit të drejtësisë, ju uroj që të dëgjohen dhe të reflektojnë. Faleminderit juve për mundësi që më datë.